Rikthehemi përsëri në këtë pjesë të fundit të She's on Top Club të dashur miq. Jemi këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe gjithashtu në kanalin 10 të digital. Në fund të mbrëmjes ne kemi pasur 2 eliminime. 2 konkurrentet tona, Albionca dhe Rigersa, mbyllën aty rrugtimin e tyre aq të dashur në She's on Top. Si jeni ndjerë, vajza? Ka qenë fakt diçka e pritur për ju, e ndjerë, e paramenduar, si keni reaguar me eksperiencën? Përshëndetje. Përshëndetje. Unë me thënë drejtën e kam shjuar shumë si eksperiencë. Me thënë drejtën nuk është se e prisja, por nga që kam pasur rresht disa nominime, edhe me thënë drejtën edhe do me thënë ishte pak si e parashikuar mund të them. A mendon që është diçka që të penalizoi? Po, mendoj që nominimet e një pasnjëshme ishin penalizim për mua. A ka qenë këto të vetmet arsye, apo mbas analizës që ti ke bërë eksperiencës tënde ndoshta ke mundur të spikatësh diçka tjetër? Mendoj që tek sfilata nuk kam dhënë mjaftueshëm. Maksimumin, okay. E për ty? Edhe unë gjithashtu mendoj që tek sfilata nuk isha aty ku duhej, kisha nevojë për më shumë prova, ndoshta me një profesionist. A mendon që a keni paramenduar këto gjërat, apo kanë qenë mendime të cilat kanë ardhur mbas eliminimit, apo gjërat që thjesht ju keni zvarritur duke ditur shumë mirë që mund t'i rregullonit edhe t'ju çonin pak më tej në sfidë? Po, gjatë gjithë kohës jam përpjekur që të bëj sa më shumë prova, por kisha nevojë për më shumë shtys nga një profesionist të më mësonte mënyrën se si të eci, të kisha pak më shumë kohë ndoshta për të praktikuar të ecurën. Okay. Besoj kjo gjë do më ndihmonte. Po, dhe për ju vajza në fakt, a mendoni që ka qenë që janë 2 eliminimet e dhura të javës, apo do kishit preferuar dikë tjetër, patjetër në perspektivën tuaj, patjetër? Për mendimin tim, eliminimi i Albioncës mu duk pak i përshpejtuar, por për Rigerës mendoj që ishte shumë herë. Do të thënë shumë i drejtë për Rigerës, sepse ja i përshpejtuar në çfarë mendimi? Për Albioncën mendoj që ishte përshpejtuar sepse po mundoi gjatë provave të bënte diçka në ndryshim. Po si mund të jetë i përshpejtuar kur ka qenë në nominim kaq kohë dhe nuk është se ka marrë seriozisht. Po flas në krahasim me vajzat e tjera. Për shembull, jo kush mund të ikte tjetër përveç Albioncës. Për shembull në tek Gjonilda nuk shoh ndonjë përveç show që ajo bën, nuk shoh ndonjë përmirësim. Do të ishte Gjonilda dhe jo Albionca. Po flas për pjesën që se si vajza po e përkujdeste, domethënë që nxirrte më të mirë te vetja e saj. E për Rigersën? Prandaj, ndërsa për Rigersën mendoj që Rigersa ishte madje vonë zgjati, do të ishte eliminuar më herët për mendimin tim. Patjetër, po bazohemi, opinionet janë personale, kështu që mendoj që është i drejtë eliminimi të 2 javëve, sepse shumë vajza të tjera janë shumë herë më mirë se to dhe në pjesën e showut, edhe te pjesa e sfilatës, dhe kjo që thotë Rigersa që duhet na mësonte një profesionist, është shumë e gabuar se asnjëra nga ne nuk e ka mësuar askush dhe ne jemi në nivele më të larta se ty, kështu që unë mendoj që asnjëra nga të dyja nuk e ka marrë seriozisht sa duhet të gjithë konkursin, të gjithë gjën. Pjesën e profesionistit unë si një gotë ta kishit marrë më seriozisht, të punonit më shumë me veten, nuk ke nevojë gjithkohës që të kesh një profesionist te koka për të mësuar diçka të re, mund ta bësh edhe vet para pasqyrës, nuk e di diçka tjetër. Kjo është e vërtet, por unë nuk është se kam pasur ndonjë eksperiencë tjetër. Të dyja kanë rastet të Albioncës që javë pas jave po bënte disa prova dhe shika që po u përpiqte, domethënë do të nxirrte më të mirë, edhe pse nuk doli ashtu si doli, por për nga ana e Rigersës mendova që është shumë i drejtë. Madje duhet të ishte eliminuar më herët. E për ty, Megi? Në fakt mendoj që tani vërtet vajzat të dyja kishin dalë disa herë në nominim dhe si thua e kishin marrë atë mesazhin. Megjithatë ndonjëherë varet edhe se si i përjeton. Po mirë, varet se si e përcjell mesazhin në përmirësim apo në qendruarit aty ku je. Ato persona që edhe në më përpara kur mendonin ato vërtet e mëdha, më shumë demoralizohesha se merrja atë mesazhin. Më shumë doja ato shtysën që shiko, je mirë, po ka dhe më mirë. Kjo më suportonte më shumë. Për ju, edhe pse mënyra se si ju e shpreh tashmë patjetër ka qenë, po, patjetër ka qenë e pritur. A mendoni ama përsëri se dikush tjetër e meritonte të dilte para jush, të paktën për këtë javë? A mendoni se ndoshta një javë ekstra do e kishte ndryshuar diçka
shumë të rëndësishme tek performanca juaj? Me thënë të drejtën, unë kam marrë për një eksperiencë të re, edhe për moshën që kam, është hera e parë për mua që dalë në televizion. Edhe për mendimin tim kam marrë vetëm për ta shijuar. Për ta shijuar. Nuk po them që dikush nga gocat mund të dilte, domethënë në vendin tim, sepse nuk jam unë. Do kishe preferuar ti dikë tjetër dhe ti kishe dhënë vetes tënde në qoftë do ishte mundësia gjithmonë. Po flasim gjithmonë hipotetikisht për të marrë pak përgjigje nga ti. Po. Nëse dikush do e meritonte më shumë se unë për të dalë, patjetër. Unë as nuk jam mërzitur, madje i ka marrë më të mirën këtij emisionit. A mendon se është dikush tjetër që duhet kishte dalë para teje? Për mendimin tim nuk është se jam unë për të gjykuar për këtë lloj. Ti çfarë mendon ti? Mendon ti që duhet kishte dalë dikush tjetër para teje? Nuk e di, unë gocat i kam parë shumë të përgatitura gjithmonë dhe nuk mendoj se kam një emër konkret. Domethënë e ke merituar që. Po, patjetër, përderisa kam dalë dhe kush mendoni amaç do jetë vajza më e rrezikuar për javën tjetër? Atëherë, meqense këtë javë ja hodhët vetes edhe e pranoni kaq hapur që e meritoni, okay? Po e pranojmë sepse kemi dalë tani, unë nuk mund të them një emër që patjetër. Është mendimi jot, është perceptimi jot, varet se si ti zgjedh ta japësh. Më pëlqen se është shumë realiste dhe është shumë e vëdishme. Dorëzohet shumë shpejt vajza. Po për javën tjetër. Jo, dorëzim thjesht konkurrentët e radhës që ju bashkohen ju në eliminim, cila do ishin? Unë mendoj se më rrezikuara, përderisa edhe kam marrë komente nga juria, mendoj se është Inesi. Inesi, okay. Për javës tjetër. E për ty? Unë duke qenë se nuk kam shumë eksperiencë në sfilata apo në të ecur, nuk di domethënë të them një emër. Sa patjetër bazohu thjesht në atë syrin tënd, në mënyrën se si ke parë vajzat, ke qenë pjesë e tyre, ja u di cilësitë, ja u di ecje, në atë syrin tënd të kuruar si kë mendon ti, këto zgjidhje ti. Nuk dua që të them një emër, pasi nuk dua që ti demotivoj vajzat. Në diçka, tregoje guximshme, guxove diçka. Unë dua që të thonë të tjerë, domethënë që ti nuk di të ecësh ose të vënë re domethënë defekte. Dhe e di shumë mirë që kjo gjë i demotivon ato dhe unë nuk dua që ta bëj diçka të tillë. Po është thjesht mendimi jot, nuk demotivon njeri. Po mirë, mendoj që edhe vajzat kanë pasur shumë shoqëri të krijuar aty brenda, do doni të na cilësonit një ose dy ose më shumë emra, shpresoj që keni krijuar dhe më shumë shoqëri aty brenda, të cilat ju do dëshironi ti vazhdoni dhe jashtë mbas Shizon Top. Unë me thënë drejtëm kam krijuar shoqëri pothuajse me të gjitha gocat. Ti ke qenë ndjen më përafër zemrës? Që përshtatesh më mirë le të themi. Domethënë, shumë kam pothuajse këto gocat që janë këtu për shembull, kam pas goxha afrimitet, po edhe vajzat që kanë qenë që domethënë nuk janë pjesë sot, për shembull Suhi, Desanka, Deni, kam pasur pothuajse me të gjitha afrimitet. Eli edhe për ty? Patjetër do kaloja te ti, po edhe me çfarë kuptova Eli dëshironte ti thoshte dy fjalë. Po, Albioncës, ka qenë një vajzë shumë e mirë, gjatë gjithë edicionit, ka pëlqyer shumë dhe nuk e di merr di keq. Dhe do ju uroja më të mirë, dhe pse ajo është në fillimet e saj, është shumë e vogël. Patjetër më të mirat. Do ju uroj më të mirat, ti e shprehë këtë. E vlerësoj shumë sinqeritetin e Elit edhe i kam shumë gjanë gjitha dhe nuk e di, po unë jam edhe pak si person që afrohem shpejt. Dhe patjetër nëse do të dëshironi të na ndanit pak nga planet tuaja të të ardhmes, nëse keni pasur atë kohë në reflektimit dhe analizës çfarë ju do doni të bëni mbas Shizon Top. Unë kam shprehur edhe në puntat, domethënë që kam shumë qef moderimin, është pasioni im domethënë, edhe shpresoj që të nis diku domethënë. Patjetër. Sa më shumë sukses atëherë. Faleminderit. Patjetër. Unë për momentin dua që të fokusohem tek mirëqenia ime, të fokusohem tek shkolla, po ndoshta të gjej një punë. Këto janë planet e mia në momentin. Unë studioj për administrim biznesi. Okej. Unë jam akoma në gjimnaz. As keni kohë. Bravo. Pas ka kohë sa duash. Atëherë unë ju uroj shumë suksese në të ardhmen. Ju falenderoj që ishit këtu midis nesh. Shumë faleminderit. Shpresoj që të shifemi përsëri patjetër, me vajzat gjithashtu. Faleminderit që ishit pjesë e jona. Ida, si çdo javë, si çdo herë, shumë faleminderit për vijonin tënd. Të jemi bashkë. Dhe për mua, shumë faleminderit. Dhe këtu në këtë të premte, kaq të zjarrt, shpresoj që e keni shijuar diellin, shpresoj që vazhdoni ta shijoni diellin. Java ju vjen me energji akoma më të mira dhe ne do të rishihemi përsëri javën tjetër, të premten tjetër.
këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Kalofshi sa më mirë të dashur miq.